detyruar nga një urdhër se s'dihet se nga ka ardhur nga i letër Bakalli, që anijet nuk janë pajisura me sistemin e Blue Boxit, por anijeve është ndruar mbi 3-4 herë ky sistem. Është një rast i pasur korruptiv, është një tender i freskët që duhet fitu tenderi i rrallës dhe anijet pajisen prapë me tenderin e rrallës korruptiv. Nuk është faji anijeve që nuk e kanë sistemin Blue Box, është faji i firmës e cila e ka fitu tenderin për t'i montuar anijeve sistemin e Blue Boxit. Dhe këto anije sot janë 90% e flotës sot është e bllokuar, është një numër i pagët mjetësh që kanë dalë në det. Ajo që është më kryesore është sepse dhe sistemi QNUD-s nuk i lexon më Blue Boxet që janë anije, sepse bateritë që kanë montuar firma mrena Blue Boxit është e skaduar. Dhe kështu që nuk është faji i mjeteve dhe i pronarëve ose ekuipazhe, por është faji i firmës, qoftë edhe i ministrive përkatëse dhe ajo e bujqësisë edhe Ministria e Mbrojtjes, e cila duke mos rakordu njëra me tjetrën, sakrifikojnë 500 familje, sot mbeten pa bukë, jo sot, po ky nuk është rasti i parë. Mund të jetë rasti i 5 i 6 që anijet bllokohen për këtë shkak. Sot janë bllokuar anijet rreth 6 herë në mënyrë krejt pa drejtë. Janë pajisje të cilat ne si privat, si investitor nuk kemi drejt i prekim, janë të plumbosura. Janë brenda garancisë kompanisë. Në muajin janar është bërë një tender për mirëmbajtjen e këtyre, e ka fituar kompania Canon, e cila duhet kishte ardhur dhe t'i bënte eficiente këto, gjë që nuk është realizuar. Biznesi sot nuk ka nga t'i nxjerrë këto të ardhura për rinovimin e këtyre për vendin e eficiencë. Ky është një fenomen, sidomos bllokimi, është me të vërtetë me pasoja. Një javë pa punë tani në muajt e verës, është baras me një muaj në dimër.